Ekipi i voleybollit për femra i Klub Sport Pogradecit ka siguruar për herë të parë në historikun e kualifikimit finalet e Kupës së Republikës. Liqenorët konfirmuan suksesin pas fitores në ndeshjen e parë në transfer 0-3 ndaj Klub Sport Dinamos Tirana, duke triumfuar edhe në takimin e dytë me rezultatin 3-0. Vajzat e drejtuar nga trajneri Besnik Lisha dominuan ndeshjen duke fituar setet 25-18, 25-12 dhe 25-15. Sipas volejbolistëve Keida Kodra dhe Angela Mehmeti, skuadra e këtij sezoni është ndërtuar për të fituar Kupën e Republikës dhe titullin kampion në volejboll. Te Pogradeci, përveç ofertës së mirë që më kanë bërë, ka qenë trajneri dhe gjithë dashamirësit që janë të sportit tonë Pogradec. Të dyja ekipet janë ekipe shumë të forta, por pse jo me Skënderbeu në një finale? Patjetër që po, fusha e ka treguar paraqitjen tonë. Arritëm ku deshëm, akoma asgjë nuk ka mbaruar derisa të shpallemi kampion të Kupës së Shqipërisë. Kushdo që të dalin në finale, për ne do jetë pretendent i fortë dhe ne do punojmë fort derisa të arrijmë atje ku duam. Patjetër që po, e ka treguar fusha, siç e thash më parë, që rezultatet deri më tani, pavarësisht se kemi humbur disa kupa të tjera, ne jemi akoma të pandalshme dhe të arrijmë 3 kupat e tjera që kemi përpara. Në finalen e Kupës së Republikës, Pogradeci do të përballet me Tiranën, finale që ka mundësi të luhet në Pogradec. Finale kjo që për pogradecarët është historike edhe për atë se për herë të parë rrjeta liqenore luan një finale kaq të madhe në volejbollin shqiptar për femra.